Thirrja e Belinda Ballukut në SPAK për t'u njohur me akuzat ka ngjallur debate edhe në sallën e parlamentit. Kreu i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, ka akuzuar përfaqësuesit e mazhorancës se penguan duke paguar publikimin e lajmit në pjesën ndërmuese të mediave që Belinda Balluku është në nënhetim nga SPAK. Tauland, ku i gjen para Tauland? Tauland, ku i gjen para Tauland? Miliona euro që harxhonin për media. Doli një lajm para disa ditësh që zvënd kryeministri është hetim për korrupsion. Nuk doli në 90% të mediave, sepse i paguani. Dhe guxoni vini këtu, dhe flisni për financimin e partive politike. Tu vitur. Deputeti Klevis Balliu akuzoi Ballukun se po ikën drejtësisë dhe se mungesa e saj dhe Ramës në seancën e kësaj të hëne lidhet me prezencën e Dumanit në parlament. Ku i keni këta të dy? Edhe shoqe Ballukun, edhe shokun Rama. Se kanë ardhur këto institucione me të cilët këta të dy kanë shumë punë. Kërkoni të krijoni një artific që ta mbyllni parlamentin dhe t'ja mbathni. Siç ja ka mbath zonja Balluku, shoqe Balluku. Siç ja mbathi ajo, kërkoni dhe ju t'ja mbathim nga kjo seancë. Akuza se Balluku po ikën drejtësisë pati edhe Berisha, i cili akuzoi ministrin e financave Petrit Malaj si ministri i Ballukut. Edhe ti nuk je në rregull. Jo, Belina po ikën. Edhe të shohish pastaj se do të marrë me vete se ministri Belinës të thonë të gjithë ty. Mos fol tani më apa, mos fol. Sepse atë nuk e kam falur sepse thonë ministri Belinës, nuk të thamun ty, të kanë thënë këta të thonë, jo unë. Mos bjen normal, as për ty, as për Belindën.